Passion and Friends. Përshëndetje të gjithëve. Livia shumë e bukur live. Bukur është në ekran, po live është një nuk e di, shumë mirë. Shumë. Pas më bani qefin. Në fakt Xhibanin me gjithë këto komplimente. A bashkuar për se do një kompliment o zemra ime, je shumë i bukur zemër, shumë. Bëhet xheloz Arbëri se Lei ka dhënë një deklaratë dikur edhe i ngeli tani. Domethënë deri në fund Big Brotherit me këtë punë do merremi. Livia si je? Unë jam mirë, faleminderit, jam qetësu përfundimisht. Se kam pas probleme me gjumin, për të si e bërë, do të thënë çfarë bëre për të qetësuar? Po jo vetëm pjesën e gjumit me thënë drejtën. Pastaj në televizor në Big Brother jam akoma sepse sa ndez Livia, kështu që dëgjoj, kishe një sindrom kështu kur çohesh, kur del nga biku, kur çohesh nga krevati, fillon dhe prek tua ke atë mikrofonin. Mua më ndodhte për gjithë javën e parë pasi dola. Jo, më ka ndodhur. Dhe ishte kontrolloja ka mikrofonin apo jo, pastaj kur e shifsha që s'kam po baterit ku janë. Jo, mua më ka ndodhur fakt më ndrysh, sepse kisha pjesën e tualetit që ti duaj fikesh atë mikrofonin dhe unë shkosha ja po jo, se kam. Duhet fikte mikrofonin në tualet. Ose një gjë tjetër që kur flitça, që flas me njerëzit, tham, "Ok, po e kam mirë mikrofonin se mbase nuk dëgjohet vetëm atë gjë që kontrollosha rrobat, po që vetëm për pak kohë, shumë pak kohë." Kalon shumë shpejt. Besoj tani e qetësuar, je më e kthjellët për të komentuar situatat, për ngjarjet që kanë ndodhur, për gjithë rrugtimin tënd në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Edhe do doja që ta përmbledhje me pak fjalë të gjithë këtë rrugtim edhe si do ta përkufizoje rrugtimin tënd? Po, rrugtimi jem ka qenë i vërtet. Gjatë që nuk po ndodh që aktualisht nuk shafa si gjatë të vërtet në atë shtëpi dhe jam i po ishte i vërtet. As edhe një person. Jo, e dini që një person që shoh të vërtet, po flas për dinamika. Dinamikat nuk më duket të vërteta. Pastaj personalitetet që trajtojnë gjërat në mënyrë të vërtetë, po e dini se kush, Rozana për moshë më e vërtetë aty brenda. Edhe Egli, pse jo? Unë e di shumë mirë dashurinë që ja vajs ka për atë djalë, po por do flasim. Po çfarë do thotë, ose jam kurioz, çfarë do thotë nuk janë të vërtet? Pra, trillojnë situata, nuk i ndjejnë ato që thonë. Unë vi nga një emision, domethënë, vi nga përputhen. Mua aktualisht Big Brother më duket përputhen. Kështu që gjithë ato historitë e dashuri pak të nuk më duken as pak të vërteta. Vetëm të dashurisë apo edhe konfliktet që kanë? Dhe disa konflikte, po, nuk janë kaq të vërteta, po një nga personat që ka kriju ma konflikte është Visero që doli mram dhe ai kriju të shumë konflikte, po nuk dinte ti mbante për mendimin tim, sepse pastaj të buzëqeshte dhe donte të përçafonte, sepse është i mirë Visero, nuk ka shti keq Visero. Kështu që, po, ka disa konflikte të shtira dhe një Gerta që gjithmonë kapet me Rozanin, po ka shumë gjëra që për herë të parë në jetë gjatë këtij Big Brotheri, Rozana dhe Gerta ulën dhe folën qetësisht para 2 ditëve. Po bisedonin për situatën e Laertit dhe Valbonës. Si t'u duk si moment? Ishte për t'u shënuar? A më qeme sinqert? Nuk e kam ndjek. Kod me trajt nuk e kam ndjek. Jo, edhe nuk dia si ta imagjinoj si situatë, me thënë të drejtën. As pak, sepse besoj që ka përfundu mirë, aq mbaroj me kaq. Po flisnin shumë qetësisht. Jo, po prit se Gerta do t'ja përdorin këtë bisedë. Do t'ja përdorin për një sherr të ardhshëm. Jo, po atëherë ti fole, jo, po e di shumë mirë, nuk mbaron me kaq. Po si eksperiencë në tërësi si të zhdukur? Si ishte? Si mund ta përkufizosh? Aja ka vlejtur, a je penduar? Nuk jam penduar as pak, sepse kam pas mundësinë me përjetuar në mënyrën më të qetë, më kam thënë, unë kam kanë Livia, kështu që po, ja vlen. Nuk njerëzit mendojnë që jo po çat thonë që dhoma rrëfimit nuk është as pak e vërtetë, secili aty vepron siç don. Kështu që është ajo, unë jam kënaq, po. Në bazë të situatave që ndodhin, vijnë edhe reagimet pastaj nga banorët apo jo? Dhe ti ke pasur përplasje, goxha të forta. Unë kam kënë nga ato vajzat që e kam thënë gjithmonë, shtëpia ndahet në 2 palë, ajo pala që sulmon dhe pala që do mbrohet. Unë kam kënë gjithmonë ke pala aty në që do mbronte, sepse mua më shprekor morali, jo po ti skebab, jo po ti shkatruse qiftesh, qa fjale. Gjithë shka më shpërmen, kështu që unë jam mbrojt në çdo moment, ose më famshë që është Qetulla e Rozanis. Kështu që, po, unë kam kënë ke pala mbrojtje. Kishe do bëje diçka ndryshe nëse do rifutesh ose nëse do ishe në ditën e parë dhe do kishe këtë eksperiencë, çfarë do kishe bërë ndryshe ndoshta? Nuk jam nga ato që pendohet për asgjë Shqipan, sepse ai me jo, po për të penduar jo, por ndoshta do të kisha dash me kanë më pak e përfshim emocionalisht për shumë gjëra. Do të kisha dash me kanë pak më ftoft, sepse Livia më ftoft është i bjen më e logjikshme. Po, patjetër, po.
te gjatë do korrigjoja dhe një gjatë tjetër që unë nuk kam besu te vetja as pak, sepse perceptimet që ti mund të kesh nga brenda kajherë, thjesht dhe se si mund t'i lexosh, nuk kam besu, kam menduar në shumë situata që jo po bërtisja, jo po si do gjykohem, ndërkohë që jo, kisha të drejtë, nuk po bërtisja kot. Ato perceptimet e mia ishin shumë të vërteta. Janë perceptuar dhe nga jashtë, nuk kam nduk një monster, siç mund të mendoja unë, se mua nuk më pëlqen me bërtit, nuk jam tip që bërtas. Dhe po, do t'i bisha më shumë kokë, kaq. Po cili ishte mesazhi i parë që erdhi sapo dole ose që të bëri më shumë përshtypje? Jo, kam pas shumë dashuri nga njerëzit. Kjo gjë jam mush komplet, shumë. Është Po një që të bëri përshtypje, që të special zemrën që u ndjeve shumë mirë. Lej, do të kisha dash me të dhënë një përgjigje sakt, po kanë atë shumë. A din kur del nuk kupton asnjë gjë. Merr atë telefonin që dur, do më thirr njerëzit e afërt, gjaja e parë dhe i lexon pak random. Por normalisht ajo pjesa që kanë kuptuar lidhje. Do një skup dashurie duhet lej, do në një kështu mesazh roz në. Jo, nuk ishte as pak, zero. Jo. S'kishte mesazh, Tani unë jam familjar gjithë. Thashe themagji. Ku e diti? Atëherë do të pyes se tani në të vërtetë kemi parë shumë çifte aty. Cili ka qenë pëlqimi jot real aty nga meshkujt? Aty brenda. Po, se ndejte, sa ditë ndejte? Ndejte Goxha. Jo, unë kam dhënë 64 ditë. 64, po. E thak kështu aty brenda larg qoftë inshallah zot në njëri nga ata. Jo, sepse po të kisha pas një pëlqim do ishte duk. Dhe unë aty nuk kam pas pëlqim për asnjë person. Askush? Në fillim sigurisht u mashtrova pak nga ato avancët e Aldos, thash ja, po ka djalë që mund t'ia vlejnë. Shqyr që nuk gabojnë ato perceptimet totalisht. Shqyr që ato perceptimet e mia nuk gabojnë, nuk nuk më pëlqen as pak. Madje është një nga ato elemente që mezi pres të dali. Se nuk mund ta shoh në shtëpi, jo, nuk më pëlqen as shtëpi. Okej, mendova se kishe diçka për të sqaruar. Nuk e dua fare, jo. Të duket reale kjo marrëdhënie me Rizartën apo Është mund ta them një fjalë shumë të rëndë? Po, pardon my French. E nevojshme. Është një situatë shumë e nevojshme, nuk shihet me sy, nuk ka pikën e ndjenjes. Ai djalë unë kam që kur tentoj të më afronte mua me zor, se kot nuk e kam çujt për ndjekës, mund duket fjalë shumë e rëndë, ama ju betohem. Krijohet ato situata që vinte fliste adin me atë diplomaci, jo po si djalë i mirë, kur dinte shumë mirë që unë nuk e doja afër meje. Dhe nuk isha si ti thoja, prit, ore, a do ikesh, sepse tjetri po fliste me kulturë, por nuk e duroja. Ndaj gjete këtë mënyrë për t'u afruar. Nuk ishte një kimi, domethënë me Aldon. Jo, sepse kur e kuptova se si ishte Aldo që unë e kam thënë gjithmonë, unë kam një intuit të paktën për çfarë më përshtatet mua. Ndikoi gjë Rozana se është akuzuar për këtë. Jo. Nuk unë nuk dëgjoj as mamën tane. Po. Nuk më thot mua kush, domethënë kujt më ndajt afër, kujt mos më ndajt afër, absolutisht. Thjesht me Rozanën ne kemi pas po them se një pikpamje në shumë situata të njëjtë. Dhe kemi diskutuar si dy shoqe që flasin dhe thonë jo po kështu, jo po ke drejt, jo po kështu, dhe thjesht kemi zhvilluar një muhabet, kemi kupton kaç. Dhe kishim të njëjtin mendim për Aldon, kaç ka. Dhe po rezulton në Po Aldo ka, unë paktën sipas mendimit tim, Aldo ka gjuetur shumë femra aty, të cilat nuk ja kanë pranuar flertin dhe pastaj janë quajtur të përdala se si në rastin tim, mu më ka domethënë është tipike Aldos kjo. Mu më ka thënë një grada zh në momentin që kur hyni Ola, u afru të një ishim unë tiri Krisa, njerëz që ai nuk donte dhe nuk ishte mirë pritur, troç. Ai vetëm sepse ishte Ola aty, po rrinte aty edhe unë nuk rri pa plas gjallat në fytyrë thash. Ti po rrin këtu i thash për çfarë? Për Olen, come on Aldo Boll, sepse i baj mërzitshëm të njoh strategjinë para se. Dhe ai filloi duke më shajtur, ti e grada zh, i thash. Unë jam ajo grada zh që ti nuk ke arritur. Sepse deri në momentin që doje me arrit, unë nuk isha grada zh, po tash si u bëna grada zh. Mos u ndjej keq tani grada zh është Ola. Jemi publicitet. Në këtë moment kemi pak publicitet dhe rikthehemi sërish me Livian. Araxhesit nuk ka dashuri njerëz. Nga Araxhesit ka gjetë një person që e don fort, po, ama dashuria është gjë tjetër. Ai vetë ka pranuar me fjalët e veta, nuk kam ndjenjë. Pra mendon se ka qenë thjesht fiksimi i eglit. As fiksimi, nuk ka të rënd dashuri, sepse ka pas gjeste nga Araxhesi. Të flasim një puthje kemi pa të gjithë. Kështu që nuk ka se puthën dy shokë në atë mënyrë, okay? Po puthja ishte gjatë Notre Dame. Gjatë Notre Dame. Jo, të dhoma rrëfimit. Ka qenë më mbrapa. Mbas si u puthon tek ka qenë para. Faleminderit Livia. Ne kemi menduar që është mbrapa.
Ajo që thon transmetim po. Por që ka ndodhur puthje. Janë afro. Ka pranuar dhe Egli vetë ke statusin. Si të duket rikthimi i Egli, domethënë si po sillet ajo në raport me banorët e tjerë. Unë e kam pasmundësinë me fol me Eglin para se të fuste dhe ne të dyja lam sikur nuk do fuste, sepse nuk është hypse bravas biso brava nga pjesa e komenteve të njerëzve. Nuk e di, nuk më pëlqen vetëm pjesa që ato lut shumë informacione nga jashtë. Nuk jam dakord me sulmin që po i bën Rozanes, nuk ka as pak lidhje, sepse ajo pjesa e ki than je e para që ka iniciuar pjesën e posesivitetit tem. Jo, ka thënë në fakt gjesti në dhomë trafimit, se ka dalë në Prime. Pavarësisht, ka kaluar shumë ditë nga ai moment dhe Rozani ka ndajt shumë afër Eglit. Dhe me u kthy ke pjesa e posesivitetit nuk bën as pikën e sensit. Ti del jashtë, shef çka ki pa, kthehesh mbrapa edhe sulmon Rozanen. Qa po thu? Domethënë për çfarë po kapesh? Po ata momentet që Rozana të ka ndajt afër, që të ka marrë në krah kur po qashe ose ka fol gjestit, është munduar me të mbrojtë në çdo situatë, ka thënë fjalë që ti s'ki pas guxim me thënë të paktën. Ku ishte? Ishte po prapë Rozana. Pas atij momentit e posesivitetit. Ndaj këtë gjë nuk e kuptoj, nuk më pëlqen. Por që Egli urojt, siç e kam thënë, unë du shumë fare Eglin, sepse edhe kur kam fol me të jashtë ishte Egli. Nuk kam pa një aktore ose një njeri tjetër ndrysh. Thjesht du që t'jetë fort, du që të mos marrët me muhabet e kot. Mendon që mund të rregullohen situatat mes saj, Rozit edhe Gjestit? Si e she? Tash me Gjestin nuk ka çfarë të rregullohet ndaj momenti që ajo ka një qëllim tjetër dhe ideal ka qëllim tjetër. Nëse ai i riafrohet dhe i tregon që mund t'i kem filluar ndjenja, a thua Egli do të ku i fillon ndjenja, ata nuk i besoj fare. Besoj që për faktin që ajo ka dashuri ndaj atij djalit edhe mund të dorëzohet, mund dorëzohet pak. Kë shikon finalist? S'po them fituesin, po finalist. Finalistët kanë këtë Prime, janë përmend finalistët. Gerta, Laerti, Rozana, Gjesti, Egli. Ato janë finalistët. Sa janë pesën? Ato nuk e dim, po. E keni pa shumë mirë. Prime ishte i përqendruar vetëm tek këto emra. Jo tek ky, domethënë, edhe herë tjera janë ata që po e mbajnë të shtëpi gjallë. Kështu që unë mendoj se janë ato. Që kanë më shumë situata dhe po luftojnë fort. Loredana ka pas një moment glori, sepse nuk ishte ato, nuk ishte as Egli, nuk ishte. Nëse finalistët do ishin 4, kë do hiqen nga këta të pestë? Eglin mendoj? Po, se ndoshta nga që është dhe kjo pjesa që doli dhe rihyri. Po ai histori që kishit publikuar me të dyja bashkë. Tirin dhe Krisën. Jo, ne si ishte ta themi? Ishte një story që kishim publikuar që pse s'dolëm dhe ne me zarf të zi, që të rihynim, ose nuk dolëm vet. Të paktën nga ana jeme ajo gjë i bën riferimento si thotë. Okej. Jo, personave të caktuar. Referim po për pjesën e parë kur hynë në tre zarfat e zi. Okej. Domethënë kur hyni Amberi që kishte dalë vet. Po. Kur hyni Jozi dhe Xhibo që kishin dalë vet. Dhe me zarf o zot. Kemi një surprizë. Gjeje, është një surprizë për ty Livia. Unë normalisht shkoj me Era. Aha, dhe Era e kujt është ajo? Ja, nuk e kuptoj, o zot i madh. Mos thoni që Xhibo. Është e dyta herë që Xhibani na hyn surprizë në transmetim. Gjan. Do jesh në program ti apo? Skar për Livian, shumë mirë, shumë mirë. Do shëndu sot le. Mbaroj. Ishte vetëm për radio televizive edhe nuk ishte Se jasmën kot, ke Arbri është shumë i poshtër. Pse më i poshtër? E pëlqen si personazh. Po, s'ishte gjë. Po s'ishte gjë. Kështu? Gjan. Sikur erdha. Kam Gjan, mbaroni. Okej, jam mbaruam. Mirë. Pra, ishin zarfet, po. Te Xhani o drit. E tham edhe unë gjithmonë, nuk jam nga ato që o zemra o shpirt, nuk i kam shef fare. Thosha gjithmonë o drit. Dhe Xhiba është edhe ai që ka o drit. Nëse kena ne që kena prarë dhe merditore. Okej. Pam këtë afinitetin me Xhibanin, a mendon që ka vërtet misi? Pra, shohim që ju të dy jeni goxha miq tashmë që keni dalë nga shtëpia. A ka misi të vërteta në një format si ky? Po, të paktën un kam atë, un sillem si një kam kanë vërtet.
Dhe atë që unë kam ndërtuar është e vërtet. Kush nuk më pëlqen, nuk do më pëlqej as jashtë. Okej. Mbase mund ndryshoj mendim, nuk e di për pjesën e nuk më pëlqen, po kush më pëlqen, më pëlqen. Okej. Dhe un kam Dhe e dim se kush të pëlqen. mendoj që kanë pas Unë dhe Jon që kemi qenë atë format në periudhën e akullajave. 17 vite më parë. Dhe vazhdojmë të jemi miq njëri tjetrin, imagjino. Vazhdojmë të jemi miq edhe sot, domethënë. Kështu që kam si unë besoj ka ndryshuar pak loja. Loja është bashkë shumë e ashpër. Është një luftë për protagonizëm të papame dhe nuk peshon fëmia. Është habitshme kjo gjë. Për mua peshon. Por që ças bëhet për atë lojë. Edhe mund t'i ka përgjigjë këto gjëra. Shumë faleminderit Livia, je shumë e mirë. Të urojmë shumë suksese. Ne do të mirpresim pas edicionit lajmeve Viserlon dhe Elona Duron me Big Brother Radio në këtë studio. Kështu që qëndroni me Top Albania Radio dhe bashkë do të dëgjohemi të mërkurën tjetër me Pardon My French. Thank you Livia. Thank you. Ciao.